Vendimi i Spakut 2 shkallëve të gjykatës së posaçme dhe gjykatës së lartë për të mbajtur liderin e opozitës Ali Berisha në arrest shtëpie për 1 vit është antikushtetues. Në këtë përfundim ka arritur gjykata kushtetuese, e cila ka zbardhur të martë vendimin e saj duke i dhënë një kthes historike procesit ndaj ish-kryeministrit Berisha. Gjykata kushtetuese vendosi pranimin e pjesëshëm të kërkesës, deklarimin si antikushtetues të vendimeve të gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, të gjykatës së posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar, të Kolegjit Penal të gjykatës së lartë. Trupa gjykuese e kryesuar nga Marsida Xhaferllari ka arritur në përfundimin se kufizimi i lirisë duhet të ishte në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë dhe se të trija gjykatat kanë vepruar në kundërshtim me kushtetutën, duke mbajtur në arrest shtëpie Berishën për një kohë të tejzgjatur, pas masës së parë të marrë ndaj tij, që tejkalonte nevojat reale të procesit. Në fund të fundit, siç parashikon fjalia e fundit e nenit 17.1 të kushtetutës, kufizimi duhet të jetë në përpjestim me gjendjen që e ka diktuar atë. Justifikimi që ka shërbyer për rëndimin e masës së sigurisë ndaj kërkuesit nuk i përshtatej izolimit më shumë se 7 mujor në shtëpi të kërkuesit, përsa kohë që sipas vlerësimit fillestar të gjykatave, një masë sigurimi më e lehtë e përmbushte të njëjtën nevojë sigurimi, garantimin e marrjes ose të vërtetësisë së provave. Edhe pse brenda trupës së gjykatës kushtetuese pati dallime në arsyetimin ligjor, shumica dërmuese ra dakord se izolimi i Berishës ishte i pajustifikuar në kohë dhe në ashpërsi. Berisha u përfaqësua nga avokatja Klodiana Gjyzari, ndërsa prokuroria e posaçme nga prokurori Arben Kraja. Vendimi i gjykatës kushtetuese nuk ka efekt mbi lirimin fizik të Berishës, pasi lideri i opozitës doli nga arresti shtëpiak në maj të vitit 2025, por ai mund të sjellë pasoja juridike dhe morale që prekin të ardhmen e procesit kundër tij në dosjen partizane, si dhe mund të ndikojnë në heqjen e masës së detyrimit të paraqitjes, me argumentin se i gjithë zinxhiri i vendimeve ka qenë i infektuar nga antikushtetueshmëria. Por nga ana tjetër, ky vendim është një goditje e rëndë në themelin e vendimarrjes së Spakut, GKK-s dhe gjykatës së lartë, pasi kushtetuesja thotë se praktikisht këto gjykata kanë përdorur një çekit shumë të rëndë për një gozhd të vogël. Ai vendos një kufi për prokurorinë dhe gjykatat, pasi tregon se drejtësia nuk mund të mbajë më dikë në arrest shtëpie për një kohë të gjatë, vetëm me arsyetimin e garantimit të provave, por aq kohë sa provat mund të mbrohen edhe me masa më të lehta. Në rrafshin ligjor, mbrojtja e Berishës mund ta përdorë vendimin e gjykatës kushtetuese se Spaku dhe GKK-ja kanë shkelur kushtetutën, për të argumentuar se të gjitha veprimet e prokurorisë kanë qenë të njëanshme dhe jashtë kornizës ligjore. Në rrafshin politik, ky vendim i shërben qëndrimit të Berishës se ai ka qenë një burgosur politik, pasi fakti që gjykata kushtetuese thotë se izolimi i tij ishte jo proporcional, e kthen atë në një fitues moral përballë institucioneve të reja të drejtësisë, duke i dhënë atij argumenta për sulmuar integritetin e provave dhe legitimitetin e prokurorëve. Në fund, Berisha fiton edhe të drejtën ligjore për të kërkuar dëmshpërblim nga shteti për burgim të padrejtë për çdo ditë që ka qëndruar në arrest shtëpie, një faturë kjo që do të paguhet nga buxheti i shtetit.